Mirë se vini në Faktor Pikast, unë jam Lavdrim Lita, mikpritësi i këtij podcasti në Tiranë. Sot kam të ftuar zotin Ned Speaker, i cili është një këshillues martesor, një veprimtar, një mësues i gjuhës angleze në kohë të pjesme, të cilit unë ka pasur nderin të jem nxënësi i tij dhe faleminderit Ned që je sot këtu me mua për të bërë një bisedë për jetën tënde dhe për jetën tënde në Shqipëri posaçërisht. Faleminderit, është kënaqësi dhe nuk takohemi shpesh, kështu është mirë që kishim arsye. E vërtet, ne nisim me një pyetje pak të çuditshme, unë sot s'kam asnjë letër, por doja të pyesja, je më shumë për cheeseburger apo për byrek? Unë jam për byrek. Je për byrek. Edhe fëmijët e mi. Presin për të ngrënë byrek kur të vinë, ose kur gjen atje në Amerikë. Ne nisim si një prallë, nisim nga femëria, nisim me historinë familjare, kontekstin familjar. Ti vjen nga Chicago, nga Illinois, dhe doja të pyesja pak për jetën si fëmijë, për prindrit, për gjithçka që ti ke marrë nga ata, dashurinë dhe vlerat e para. Po, unë jam rritur në të njëjtin fshat që prindrit janë lindur rritur, që ishte vendi i rehatshëm, vendi i njohur për ne të gjithë jetën e tyre dhe gjithë fëmijërinë time atje afër në periferinë e Chicagos. Kështu ishte një vend ideal, mund të them, se kishim gjithë mbështetjen, unë vajta në atë shkollë që babi dhe mami vajten. Si quheshin prindrit? Hans dhe Johnny. Okay. Kështu, ata janë si shumica e Amerikanëve, janë fëmijë imigrantët. Okay. Babi Gjerman, mami angleze, norvegjeze dhe unë Amerikani përzier. Kështu. Si ishin prindrit, ishin të dashur me ty, ishe fëmija i parë apo kishin? Unë jam i pari, po shumë të dashur, shumë përfshirë, shumë edhe strikt. Do të thosha, unë gjithmonë mbajmën ankohesha që pse unë kam këto rregullat, por të tjerët jo, unë jam më pak i lirshëm se të tjerë, por ishte nga dashuria në fakt. Ishin punëtor, janë punëtor, rojnë akoma dhe janë shumë aktiv, por ishin shembuj për mua, patjetër, edhe shumë të përfshirë në çdo gjë, në shkollimin ton, në aktivitetet tona, ishim në sporte, kështu ishin trajner ose ishin përfshirë vullnetar, ishim skautist dhe kështu kishim shumë benefite ose për shkak se ata tregonin dashuri me jetën e tyre, sakrifikonin për ne. Edhe me sport, po, bënim edhe ski, edhe vrap, edhe për ata ishin gjithmonë me ne. Si ishte Chicago apo fshati juaj në ato vitet 70, 80, ishte shumë ndryshe nga ç'është sot apo nuk ka ndryshuar shumë? Në fakt, mendoj se në atë kohë ishte më shumë zonë normale, sot është zona e të pasurve, që kur unë shkoj atje kur jam rritur, them, wow, unë nuk mund të jetoj këtu kur, nuk kam financat, nuk kam lidhje me këtë lloj jetë, me këtë lloj jetesë që kanë tani, por ishte si më normale në atë kohë. Adoleshenca, si ishte net në Amerikë? Unë nuk isha i dalluar nga të tjerë, më thënë isha më i vogli i klasës në atë kohë. Edhe pse më i gjatë, ndoshta. Tani jam i gjatë, por edhe jo shumë i talentuar në gjëra të ndryshme, por kështu ndjeva shumë inferior shpeshherë, se kishte fëmijë të talentuar dhe me aftësi të makniqme, por ishte një jetë e bukur se si që thash, prindit ishin të përfshirë dhe inkurajues, na sfidonin gjithmonë të shtriqeshim të bënim më të mirën, edhe në shkollë, por edhe në çdo gjë që bënim. Ishin njerëzit që edhe me integritet. Kështu, unë jam rritur Buzliçenit, që jeta në verë ishte
në plazh, siç kur erdha në Shqipëri, në Vlorë ishte jeta e vendit atje, në breg të dedit, domethënë, edhe kemi shumë kujtime të bukura edhe nga koha në plazh, me një varg të vogël me velat edhe Besoj besimin e zbulon brenda familjes dhe e kultivon në fillimet e rinisë, adoleshencës. Po në fakt tani besoj edhe si këtu ka shumë njerëz që nga tradita thonë unë jam këtë ose jam i krishter, jam musliman. Edhe familja ime thoshin jemi të krishter, jemi njerëz të mirë, jemi me kulturë, por nuk e njihnin Krishtin, nuk ishin praktikant, mund të them, ishte më shumë si tradit, por kur unë isha 9 vjeç, babi im nga ortaku i tij kuptoi që unë them që jam i krishter, por nuk jetoj jetën ose nuk kam dhënë jetën time dhe zemrën time e Krishtit. Unë kam parimet të krishtera, kulturën e krishterë, por jo jetën e krishtert. Edhe ai pranoi Krishtin, themi, edhe filloi gjeti një kishë dhe na çoi në kishë. Okay. Sepse ai donte që ne të rritemi në kishë pastaj, isha në klasën e 5. Jo, edhe pse nuk ndryshoi jeta shumë, sepse kishim ato parimet edhe moralin, por pastaj u përfshim në komunitetin e kishës shumë thellë në atë kohë. Po më pas bën edhe një hap tjetër që ti kthehet në një farë misioni edhe për të me rinin dhe mendon të thosh në këto vende që sapo ishin shliruar nga ateizmi, nga komunizmi, për të dhënë një dorë ose për të gjetur diçka që mund të jepte kënaqësi edhe shpirtërore përveç se një veprimtarie. Dhe këtu mendoj që ti vendos për të ardhur në Shqipëri, apo kishe si ka qenë rrethanat që ti ke ardhur në Shqipëri në 1993-shin? Në fakt nuk ishte plani original, se mund të them nga fëmijëria ime, unë kisha një makth kur isha fëmijë, edhe atë që më zgjoi në natën edhe ndodhi shpesh herë. Okay. Unë do të shkoj larg familjes time për të studiuar në universitet dhe nuk imagjinoja do të larg familjes time. Okay. Edhe ishte një frikë e madhe dhe kështu nuk ishte ëndra ime të vija në një vend si Shqipëri që në fëmijërinë time, por në shkollë, në universitet zgjerohesh, më thënë, kisha një vizion më të gjerë. Shkolla ishte afër shtëpisë, nuk isha shumë larg, por e kuptova që bota është shumë e madhe, edhe mirë, unë po studioj biznes, por do të shohim se unë kam shumë zemër për vendet që janë ndryshme dhe vendet që nuk e njohin Krishtin. Në atë kohë kisha zemër dhe shumë vizion për Kinën. Okay. Se thash, Kina është një vend komunist, Kina është një vend me shumë probleme, Kina është një vend jo me liri, liri besimit, liri në shumë gjëra. Plani B ishte Shqipëria, apo plani C? Jo, unë nisa për atje, por në fakt atë program që punoja, bëra një trajnim edhe pastaj më ftuan të vi si staf. Edhe thash, se unë duhet të përgatitem për këtë gjë, nuk mund të shkoj thjesht unë e di gjithçka. Edhe kur isha duke punuar me këtë shkollë trajnimi për misionit, ne filluam të vim këtu në Shqipëri me skuadrat në 1992. Okay. Edhe ti e di vetë që në atë kohë Shqipëria kishte mjaft probleme, nuk ishte vend vend i bukur, por jo shumë i këndshëm, jo i rehatshëm. Erdhët nga Italia, erdhët me herë parë nga Jugoslavia, mund të them, ishte koha e luftës në Bozni. Okay. Edhe me makinë erdhëm. Edhe deri në Vlorë. Deri në Vlorë. Ndaluam në një natë në Poredec, pastaj një javë në Tiranë, edhe pastaj isha në Vlorë për 2 muaj, po.
Si ishte impakti me Shqipërinë atyre fillim viteve 90, çfarë të bëri përshtypje më shumë nga Shqipëria, nga ose qytetet, çfarë perceptove më shumë? Ishte kaq ndryshe, se unë kisha udhëtuar pak, kisha qenë në Evropë, por varfërinë që gjeta, por edhe dashurinë ishin shumë të veçantë. Ishte një kaos. Edhe kur erdhëm tek kufiri, pika kufitar te qaftane, na mbajtën për 4 orë. Ku po shkoni? Po, edhe donin të vidhnin gjithçka, se ne kishim mbushur furgonin me ushqimet, se në atë kohë ishte krizë edhe për bukë, edhe kështu thanë që do t'ju mbajmë këtu, se nuk keni dokumentat, edhe bëjmë kontroll, edhe duam që të bëni një dhuratë, që edhe gjëra të tilla, edhe isha shumë i çuditur, por e pash edhe dorën e Zotit që na ruajti në situata shumë të vështira, se na kishin thënë që kur shkoni atje mos ndaloni për asnjë. Edhe sikur të shikosh dikë që është vdekur në rrugë, mos ndalo, sepse ata bëjnë që të ndalosh edhe pastaj të rëmbejnë edhe kështu. Kishim edhe pak frikë, por edhe ishte si aventurë, se ishim të rinj. Ishte disa, besoj? Po, ishim 3 makina, por disa nga ne erdhëm me makinë, disa me avion, ishim 24 student në atë. Besoj kishit njerëz në Tiranë, në Vlorë, ku ju shkonit dhe kontakte. Po edhe jo. Po edhe jo. Kishim në Tiranë. Mision eksplorues, po them. Po, ishte. Kur vajtëm në Vlorë nuk kishim kontakte, dhe gjetëm vetë kontaktet. Edhe për të banuar, edhe për të punuar. Shtëpi me qera, besoj, apo? Jo, banuar me familjet. Familje vlenjade. Shtëpi me qira në atë kohë, dhe si do bëjmë psonisjen, si do gjejmë gjëra në atë kohë, nuk gjinim gjuhën, ishte keq për ushqim në atë kohë, edhe për të ruajtur, se ishte kohë kaotike, kështu qëndruam me familjet shqiptare, dhe kjo ishte bukur, siç thashë, e përjatuam atë mikpritjen edhe atë dashuri. Isha si një nga fëmijët e tyre, edhe më donin edhe më thënë qeshnin bashkë. Unë flija bashkë në dhomë me djalin e tyre, haja bashkë me ta. Si ishte Flora atyre viteve? Shumë ndryshe nga sot. Patjetër. Se në skel, nuk e di, skela ishte si shkretë të tirë në atë kohë. Tani është bërë me pallate dhe shumë e zhvilluar ajo pjesa aty, po besoj në det shkonit me bicikletë ose me këmbë. Po, shkonim edhe takuam njerëzit ishin shumë të etur, shumë të habitur, kush jeni, pse jeni këtu, edhe kishim shumë mundësi për të... Me siguri ju pyesnin sikur ishit ju kështu vëzhgues amerikan, spion, ose kishit pak nga këto historitë shqiptare. Disa besoj të gjithë mund kishin menduar, por të gjithë ishin shumë, pothuajse të gjithë ishin shumë mikpritës, edhe si jeni, pse keni ardhur qartë, edhe pyetje tipike shqiptare, kur do ikesh? Po. Se kur sa vjet të thonë kur do ikesh, për të matur se si duhet të jetë sjellja e tyre me një të ri, është shumë. Ishte bukur, njerëzit kishin kohë për njëri tjetrin, bënim shëtitje dhe nuk pyesin si e ke emrin, thanë kujt je ti, apo jo. Po thash, po unë jam djali i Hansit, por ti nuk e njeh Hansi është shumë larg. Hansi është mësues edhe po kanë nevojë për pak të dhëna biografike për të ndërtuar në imagjinatën e tyre shumë gjëra. Mban mend besoj familjet vlonjate, familjet me cilët ke jetuar ose ke punuar në ato vite dhe arritët të ndërtonit një çerdh të vogël, një komunitet tuaj në atje që mendoj që ekziston dhe sot, apo? Po. Edhe kam familjen time këtu në Tiranë gjithashtu. Që rojnë akoma Spiro dhe Leni. Ata janë familje të mi shqiptare. Familjet e parë ku ju keni qëndrova një javë tek ata, edhe akoma tani 2 vjet më vonë, 33 gati,
jemi akoma me shumë kontakt me njëri tjetrin, shkojmë shpesh. Edhe Spiro është 90 ca. Okej. Eleni 80 ca. Që edhe kanë 2 djemt, që janë si vëllezërit e mi. Edhe në Vlorë. Ti tashmë ke 3 dekada në Shqipëri, flet një shqipe të admirueshme, konkrete, shumë të pastër dhe të përgëzoj për këtë gjë. Shumë e marrin si sfidë të mësojnë gjuhën shqipe, po ty të ka qenë natyrshme sepse ti kishe edhe një mision tjetër, kishe mision edhe për të ndihmuar me njohuritë tua, me organizimin tënd. Ti më pas krijove edhe një familje në Shqipëri, edhe ndoshta ishte plani i Zotit për ty që ti gjysmën e jetës apo një gjysmë të jetës tënde ta kaloje në vendin tonë, që është vendi yt tashmë, se besoj që ata që shkojnë në Amerikë i quhen shqiptar amerikan, ti je një amerikano shqiptar tashmë. Edhe fëmijët e mi. Edhe fëmijët e tu, edhe sigurisht ju më pas u bët dhe një urë për shumë misionar të tjerë që vinin nga Amerika, po dhe nga vendet të tjera që ndërtuat këto kishat apo pikat, komunitetet, jo vetëm në Vlorë, por edhe në qytetet e tjera, apo? Po. Unë punoj me një organizatë që quhet Të rinjt me një mision, edhe tani unë jam i ri nga brenda, erdha si i ri, por edhe me flokë të zeza. Po, fiks, pa atinjet. Kemi rreth 48 staf në Shqipëri tani, që në 5 qytete, në Durrës, në Vlorë, në Shkodër, Elbasan, Tiranë, me skuadrat që punojnë me shërbesa të ndryshme, themi, në burgjet, me romet, me të rinjt, me dhe fëmijët, me adhurim, me muzikë, me studentët. Ne punojmë me familjen, me martesën, me çiftet, kështu me sport. Kështu është një kënaqësi të shoh se si një person i thjesht, unë nuk ndiem si një person shumë ndryshe nga të tjerët, person i thjesht që mund që thot thjesht po Zotit, të bëj diçka ndryshe në një vend shumë pak të njohur. Edhe kam rënë dashuri me këtë vend edhe me shqiptarët, edhe se si Zoti mund të më përdor edhe të sjell të tjerët edhe të bëj një ndryshim, ndoshta ndryshim i vogël, por shpresoj që një ndryshim domethënëse këtu në këtë vend. Ju njihni edhe bashortën tuaj në Vlorë, sepse Jorit vjen edhe ajo për një mision, po them, njohës apo eksplorues në Vlorë dhe vendos të qëndrojë disa kohë në qytetin e Vlorës, dhe ku ju punoni në fillim bashk, apo keni një vrimtari bashk, dhe pastaj aty kjo njohja përkthehet dhe në një marrëdhënie që më pas konkretizohet me martesën. Dhe doja të flisim pak për këtë pjesën e njohjes dhe se si ambienti dhe mosha u konkretizuan në këtë dëshirën që më pas në një farë mënyrë bë dhe një punë për ty që quhet këshillimi i martesës që bëni bashkë me bashortën, por në fillim ju e mësuat vetë. Po, edhe jemi akoma duke mësuar pas 30 vjetësh martesë. Po, Juri është nga Norvegjia, edhe ne ishim në të njëjtën skuadër në atë kohë, në 93, 94. Edhe fokusi ynë ishte fshatrat e Vlorës, kështu ne kishim një program për të punuar në gjitha fshatrat e Vlorës, kryesisht duke shpërndar Biblën, se ne ishim duke punuar me një kishë të vogël, edhe dëshira ishte që çdo njeri të kishte një kopje vet, kopje në shtëpi. Nëse kishin dëshirë mund të hapin, të lexojnë edhe të mësojnë vet. Se më përpara nuk ishte lejuar. Edhe
pak nga pak zbuluam se në fillim nuk ishte dashuri në shikim të parë. Por zbuluam që jo vetëm se kemi zemër për Shqipërinë, por kemi shumë vlera të përbashkëta, edhe punojmë shumë mirë bashk, edhe filloi atë tërheqje më shumë, edhe kuptojmë që ndoshta ka më shumë se sa bashkëpunim në këtë skuadër që kemi. Ne themi që kemi rënë dashuri në fshatrat e Vlorës, në Kallarat, në Vranisht, në fshatrat të largët. Fshatrat e Labris. Po, Labris. Po, kështu jemi me grop. Edhe me grop. Po. Shumë e bukur ata janë fshatra që sot mund të shkosh shumë lehtë, por besoj në vitet 90 ishin ka qenë shumë të vështira për shkak të rrugëve që kanë qenë tani shkojmë për qef, për kafe atje, se është kaq bukur lugina atje. Po. Por në atë kohë ishte ka qenë vështirë për të transport për të shkuar. Besoj shkonet me makina të mëdha ose po ne kishim një Land Cruiser, ato të larta, të bardhë që bënin për në xhungull. Kishim shumë edhe si u pritën këto banorët e fshatrat e Vlorës, ishin kurioz për ju apo kishin një mënyrë për t'u ofruar edhe atyre? Sepse në pamjet para ata janë duket si njerëz të ashpër, por në fakt ka një zemër të madhe. Është shumë e vërtet, edhe ne shkonim në fshatra të ndryshme, edhe me të rinjt e kishës nga Vlora, kur tham që do shkojmë të urim një javë në fshat, të rinjt e Vlorës sa jo, fshati jo, nuk është mirë atje. Por pas një javë në fshat ata tha, ua, sa bukur është fshati, sa mirë, se njerëzit na priten kaq bukur, kaq mirë. Nga 20.000 shtëpi që kemi vizituar në atë projekt, shumë pak shtëpi nuk kanë hapur dyert edhe zemrat për ne. Ne gjithmonë ishim mbushur me gjëra më të mira që kishin, patjetër me dhall edhe me gjëra të prodhuar vet. Me mish, se ata edhe me mish, me bishtin se natriuçi. Po, kjo është qenë deri për mikun, domethënë. Besoj edhe rakin dhe këto i për rakia patjetër, po. Edhe gjëra të ëmbla glikon, ata përdorin dhe shumë. Po, që Levanin. Gjithmonë e kishim, thënë, ishte kohë shumë e bukur për ne, që ecnim nëpër malet edhe shkonim shtëpi me shtëpi dhe inkurajonim njerëzit, edhe ishte gjithë që nuk harroj kur. Shumë pak njerëz pyesin se si kemi shumë pak informacione të shkruar ose vizive, dhe kjo është një gjë mirë që unë të pyes ty se si ishin shqiptarët në aspektin e besimit pas daljes komunizmit. Çfarë kuptove ti tek shqiptarët atyre viteve? Kishin një uri apo kishin etje uri për të njohur Perëndin, kishin apo për të kultivuar dhe një pjesë të shpirtit tyre, pra anën tyre shpirtërore? Ishte tharë kjo pas shpalljes së vendit ateizëm? Ishte shumë e vështirë. Si ishin shqiptarët në këto vite? Tani mendoj se ishte si një lloj vakum. Jo vetëm për gjëra shpirtërore, por për çdo gjë që s'kishin përjetuar dhe s'kishin parë gjatë këtyre viteve. Dhe kështu ndonjëherë donin gjuhën, donin të dëgjojnë anglisht, ndonjëherë thjesht donin thanë dua të jem me të huajt, edhe ishin të tërhequr. Ndonjëherë thanë, unë jam ata që vinë janë njerëz të mirë, se kush do vi nëse nuk është i mirë për të banuar mes nesh. Unë dua të jem me ata sepse edhe unë jam i mirë, edhe dua të rri me njerëzit të mirë. Kurse mesazhi që ne kishim ishte që asnjë nga ne, as unë nuk jam i mirë, prandaj kemi nevojë për Zotin, prandaj kemi nevojë për Krishtin, prandaj ai vajti në kryq, vojti, vdiq dhe unë i ngjall për mua, sepse unë jam mëkatar. Mos hajde sepse ti mendon që Nedi është i mirë, Nedi nuk është i mirë, por ka një që është i mirë, është quhet Jezusi. Ky ishte mesazhi, edhe shumë shpejt u dallua, më thënë, kush ishte për arsye të pastër, mund them, për të njohur Zotin, për të mësuar për gjëra të tilla, kush ishte për arsye të tjera.
ishte një vakum edhe ne duke mësuar gjuhën, duke mësuar kulturën, nuk e dallonim direkt me njëherë kush për çfarë arsye kishin ardhur, por njerëzit ishin të etur për gjëra të reja, mund të them. Edhe për gjëra jo të mira, se ne pam që si zhvillonin gjëra kaq shpejt. Njerëzit qanin edhe thanë, ti di që Vlora nuk ishte kështu para disa vjetësh. Nuk ishte rrumuj, nuk ishte e rrezikshme, vajzat mbaruan turnin e tretë, edhe nga u i ftohtë shkonin në shtëpi me këmbë, asnjëri nuk i ngacmonte, asnjë flufi. Edhe thash, wow, edhe thash, na vjen shumë keq se kemi lejuar shumë gjëra për të hyrë. Kështu, jo vetëm që kërkonin gjëra shpirtërore, por kërkonin çdo lloj gjë, një ndryshim. Por ne erdhëm me lajmin e mirë, domethënë me një lajm pozitiv që Zoti ka një plan edhe ka shpresë, edhe ai është i mirë dhe mund të njifesh me atë. Shqipëria prodhoi një lajm të keq në 97-ën dhe mendoj që ju qëndruat apo lëvizet si e zhvilluat këtë kohë? Në Vlorë, se Vlora ishte qendra, apo jo. Rrumuji filloi nga dhjetori, në fakt, mbajmë të 96-s. Të 96, po ju ishim në Vlorë? Ishim në Vlorë, po. Ishim në Vlorë, por Juride ishte shtatzën. Okay. Edhe ne kishim prerë biletën shumë muaj përpara, se dinim që kur do të linte, patjetër. Edhe ajo kishte dëshirë për fëmijën e parë, sidomos, të ishte në vendin e saj. Kështu kishim prerë biletën për në fund të shkurtit. Edhe ne dinim që në fund të shkurtit do nisemi për në Norvegji, por janari ishte shumë e vështirë dhe shkurti, por ne kishim ikur një javë para se të merrnin armë. Sipas planit që kishim, miqtan ikën në mes të natës, familje suedeze dhe të tjerë që ishin në skuadër me ne. U lajmëruan besoj nga autoritetet e ambasadave që është mirë të largoheni nga Vlora, sepse kishin informacione që mund të shpërtheu, si shpërtheu në të vërtet. Po. Dhe ju rikthyet, besoj ndiqnin edhe nga larg, nga lajmet i ndiqnin ato trazirat që ndodhen. Po, ne ishim në Norvegji, plani ishte për të kthyer në maj me bebin e vogël. Nuk ishte e mundur, edhe njerëzit miqtan në Vlorë thanë mos hajde se nuk është koha. Nuk është e sigurt, është luftë këtu. Vajtëm në Amerikë për një vizitë tek familja ime, donin të shikonin djalin ton. Si quhet djali? Nathan, po. Pastaj thamë ku do shkojmë se ne banojmë në Shqipëri. Ju banoni në Vlorë? Jeni vlonjate. Po, s'kemi plan tjetër. Edhe vajtëm në Greqi për disa muaj, edhe punuam me refugjatët, me shqiptarët, atje gjatë verës, derisa të ishte e mundshme për të kthyer në shtator, jemi kthyer në Vlorë. Në shtator të 97-s? Në 97. Të 97-s, ku sapo qetësoheshin sa do pak gjërat, po riktheje një farë Unë isha në fund të korrikut për të parë gjendjen, për një vizitë. Ishte ditë që erdhi Rendi, erdhi me autoblind në Vlorë, pas kaq muaj pas një lloj policë ose ushtar, edhe ishin njerëz të friksuar si ishin shumë. Në fillim ishte pak si revolucion, pastaj çfarë po ndodh, se gang bandat këtu andej zani, edhe shumë njerëz të vrarë, dekur, edhe ishte jashtë kontrollit, edhe njerëzit normale, se të gjithë duan një jetë normale, mendoj. Edhe thanë, çfarë po ndodh këtu, çfarë kemi bërë? Çfarë kemi gatuar me duart tona, sepse shqiptarë ishin ata që fajsonin të tjerët, por grekët, amerikanë, se kishte lloj teorie atëherë që po na vjen e keqja nga jashtë, por në fakt ata ishin vetvetja dhe prodhuan vetë, e gatuan vetë, si nga Tirana, si nga Vlora. Dhe kishte njerëz që më tregonin se si ishte plani i Amerikës.
tash nuk merrem me këto gjëra, por ja. E kuptoj edhe besoj që një farë mënyre fillove të rilidhesh prap marrëdhënie, të rikthehesh prap në familje dhe të vazhdosh punën, ndoshta edhe sikur asgjë s'kishte ndodhur, por diçka kishte ndodhur dhe njerëzit fillojnë të emigrojnë sërish drejt Italisë, është e periudha e skafeve, e palishmërisë në forma të ndryshme, dhe mendoj që ti je një dëshmitar i asaj kohe në Vlorë. Ka ndonjë rast që të kujtohet për këto momente? Ka plot raste se 97, 98, 99 ishin rëmuj në Vlorë. Njerëzit rinin, unë isha rria të Sheshikateqit. Edhe rinin çunat atje me Kalashnikov edhe po kaloja, hajde këtu, merr këtë. Jo, faleminderit. Provoje. Të mësuat të qelloje. Po, jo, unë nuk provova, por donin ishte e shikoni si lodër. Edhe ishim të kujdesshëm, edhe pasaj në kohën e kosovarëve që prap rëmuj ishim të motivuar për të ndihmuar kosovarët, se erdhën, nuk e di sa 15,000 në Vlorë. Në Vlorë mendoj diçka. Apo shkuan në Tiranë, apo jo ishim në Vlorë, kishim ngritur një si qendër për ata, mbanim ndoshta 400 kosovar për disa muaj. Edhe gjithë punën, shtëpia jonë ishte si stacioni i trenit, se kishim vullnetar nga kisha, kishim organizata të ndryshme që vinin nga jashtë, kishim kosovarët që mbanim, ishim si host për ata dhe për të ushqyer ata, për të kujdesur për ata. Ishte një kohë stresuese, 3 vjet me shumë stres, mund të them. Po si ishin ata? Ishin të traumatizuar, tregonin një histori të trishtë, besoj edhe makabre, apo? Ishin edhe në atë moment unë thira Zotit vetë se thash dita parë kur erdhën në mbritën në Vlorë me ato autobusat vonë në darkë, edhe ishin të traumatizuar, të dëshpëruar, ku është vajza ime, edhe fillova të çaja vetë, edhe thash, shiko, si Zot duhet më japësh forcë, sepse unë prekëm shumë thellë nga dhimbja e tyre, si do të shërbej ata nëse unë jam i shkatëruar për veten nga këto thjesht nga historitë e tyre dhe nga rrethanët, nga dëshpërimi, por është diçka e çuditshme se merr forcë edhe përqendrohesh edhe po. Kishin ndim nga jashtë, u bët një si qendër që grumullonte edhe ndihmën, se mendoj që pati një përpjekje edhe ndërkombëtare që të ndihmonte shumë refugjatët, dhe besoj Jorit u rikthye në Vlorë, apo ishte akoma në... Jo, ajo ishim bashkë gjithkohës, edhe në atë kohë kishim 2 djemë, se djali i dytë u lind në fund të 98-s. Okay. Edhe ishte shtatzan me fëmijën e tretë. Me Lidjen. Okay. Do thonë, këto ngjarjet e mëdha nuk ju cënuan çerdhen e familjen dhe ti vazhdove planin sikur asgjë s'kishte ndodhur për fëmijë, për... Në fakt, për ne burrat ndoshta nuk e marrim aq, më thënë, jeta është kështu, aventurë, edhe do vi pastaj se kam këtë punë, edhe Jurita ishte në shtëpi me fëmijët. Kishim shtëpi tek gjykata e re, atje afër Konviktit, ose afër kinoteatrit. Mbrapa kinoteatrit atje. Edhe Jurita ishte raskapitur me gjithë njerëzit që vinin në shtëpi, me fëmijët, me gjithë lodhjen, edhe ajo tha, nuk duroj më, duhet të ikim nga Shqipëria në atë kohë. Por jemi këtu akoma, kështu është një histori me vete, është një histori e gjatë, por kemi limite. Ja, të kërkoj ndjes nëse unë e hap këto dosjet,
e kohës, por mendoj që është pjesë e historisë tonë edhe mendoj që njerëzit kanë fshirë shumë nga ato historitë njerëzore se si njerëzit shumë të veçantë kanë ndihmuar Shqipërinë ato kohë shumë të trazuara dhe nuk i është dhënë mirënjohja apo si them shfaqja asaj që kanë bërë dhe unë prandaj dua t'i cek këto ngjarje të mëdha sepse 97-a, 98, 99 me refugjatët e Kosovës që në fakt ajo zgjati disa vite sepse shumë dhe pas luftës u rikthyen, disa shkuan dhe në perëndim në Itali, në Zvicër dhe emigruan në vende të tjera, por këto vendet kufitare, ajo koha e skafistëve, koha e ku gjithçka qëndronte midis ligjshmërisë dhe paligjshmërisë, ka qenë vërtet vite sfiduese besoj për shumë kënd. Po kur njerëzit vinë sot edhe bëjnë komente për Shqipërinë, për zhurmë ose kaos ose bërgjera, them ju s'keni parë gjë se në 92 kur erdhëm nuk parkoje makinën buz rrugës në mes ditë se njerëzit do të vidnin gjëra. Duhet kishe roj 24/7 në atë kohë. Edhe të Skënderbeut nuk ndaloje përpara Hotel Tiranës pa pasur një roj ose një person që rinte me makinën. Ishte gjithmonë stres, ishte kush po vjen, pse po vjen, a ka thik apo ka diçka. Edhe sot jemi shumë mirë, ecim lirshëm, është qyteti një nga qytetet më të mirë mendoj në Evropë, se s'ke frikë, ke liri, ka aktivitete, është klimë e bukur, mirë, ka pak zhurmë, ka vitalitet, them, por nuk e keni përjetuar them njerëzve kur fillojnë të ankohen. Ju vendosni edhe të rishni dhe fëmijët në Shqipëri me sistemin arsimor shqiptar, por fakt ju bën edhe një punë me familjen tuaj edhe duke i vënë ata, dhe kjo është një nga gjërat për mendimin tim të çuditshme, sepse shqiptarët nëse i ke vënë re kanë një tendencë që fëmijët të çojnë dhe shumë të vegjël të studiojnë jashtë me idenë për t'i dhënë një shkollim, por në fakt edhe i dëmtojnë pak në rritjen e tyre, sepse kur largohen shumë shpejt nga familja dhe nuk marrin dot ato vlerat e para bazike, çfarë është e mira, çfarë është e keqja, çfarë është e drejtë, çfarë është e gabuar, dhe mendoj që ju vendosni që për një pjesë të parë të jetës së fëmijëve të jetoni bashkë me ju. Po, sigurisht. Unë them shpesh që dikush tjetër mund të më zvendësoj në punën time, por në familjen time nuk ka zvendësues, nuk mund të jetë mësuesi, nuk mund të jetë qeveria, nuk mund të jetë as gjyshi që më zvendëson. Fëmijët kanë nevojë për ne. Edhe ne si familje duam të jemi edhe një mesazh me vete, një model, se unë mund të flas gjithë ditën, por modeli që jap njerëzve është edhe më rëndësishme. Kështu. Ne ju bashkë me bashortën tuaj edhe me miqtë tuaj keni nisur atë që quhet Java e Martesës, që është një event një javor për të ndërgjegjësuar për sfidat e martesës, për të përgatitur për martesën, sepse është një institucion i shenjtë edhe për shqiptarët, për shumë kombe dhe për shumë vende, për gjithë botën. Martesa është një pikë arritje shumë e rëndësishme, por se si të arrish aty, se si të përgatitesh, ju e keni kthyer tashmë në një stacion të përvitshëm aktivitetesh, ndërgjegjësimi, dhe dohet pyesja pak pse lindi kjo për Shqipërinë, apo ishte një pjesë e një projektit më të madh që kishte organizata juaj, apo
Cilat ishin përthyrje të posaçme për shqiptarët, apo çfarë donit ju t'jepnit me këtë mekanizëm, po them, të ndërtimit të shtyllave të forta të besimit dhe tek familje? Ne kemi pasur fokus në martesë dhe familje që nga vitin 2001, kur pas luftës, domethënë edhe pas kohës së kosovarëve, ne kemi bërë një trajnim. E thash që Jurida kishte dëshirë për dikur nga Shqipëria. Ne në atë kohë vendosëm të ndryshojmë fokusin, por të vazhdojmë në Shqipëri, edhe ishim jashtë për një vit, kemi bërë një trajnim për familjen, edhe kemi filluar të bëjmë sa seminar, këshillime me çiftet në Vlorë dhe në qytete të ndryshme. Pastaj erdhëm këtu në Tiranë. Isha në një konferencë para shumë vjetësh, edhe dëgjova një burr që fliste për javën e martesës që kishte nisur në Angli. Edhe ai tregoi historinë e tij, se si kishte nisur, çfarë impakt kishte pasur. Edhe mendova në atë kohë, ndoshta një ditë mund të bëjmë diçka si kjo në Shqipëri, se kishte filluar në Angli, por kishte përhapur në disa vende të tjerë. Por nuk mora një hap për të bërë diçka. Pas disa vjetësh fola me disa miq, siç thej, jemi një grup, fola me disa miq në një organizatë që quhet Instituti Jeta e Re, që kanë një lëvizje jetë familjare, quhet. Fola me disa miq në kishën ortodokse, në kishën katolike, me organizatën World Vision, që punon shumë me familjet edhe me fëmijët në veçanti. E thash, si mendoni, a mund të bëjmë diçka si java e martesës që siç bëhet në Angli, një javë, një fokus në martesë, të inkurajojnë njerëzit të investojnë në martesë, edhe të gjithë ishin dakord, po ne duhet të bëjmë diçka. Edhe në 2012 e nisëm lëvizjen. Kështu kemi bërë 14 herë, si vjet në shkurt tani kemi bërë gjithmonë 17-14 shkurt. Përfundojmë me Shën Valentini, me atë ide që nëse je i martuar, nëse ke zgjedhur të martohesh, atëherë kujdesu për martesën tënde, sepse është diçka e çmuar, diçka e shenjtë, siç the. Edhe këtu janë disa ide, disa evente, disa materiale, burime për të ndihmuar ty të arrish atë që ti dëshiron dhe ëndërron, se kur dy njerëz bashkohen kanë ëndra të ndryshme dhe thonë derisa vdekje të na ndaj. Do të nduam njëri tjetrin, por është edhe punë, nuk është gjithmonë e lehtë. Kështu duam të mbështesim ata që janë të martuar. Në një intervistë më pashme ke përdorur një metaforë që burrat e kuptojnë mirë, që është puna e servisit, edhe është siç është servisimi i makinave me vaj dhe tjerë, duhet dhe ajo një përkujdesje edhe tek familjet, sepse ajo mindseti, mentaliteti që duhet të jetë për familjen vlen dhe servisimi dhe përgatitja dhe shpeshherë aktivitetet e përbashkëta në familje e rrisin dhe e forcojnë besimin midis partnerëve dhe fëmijëve me prindrit, dhe nëse ti mund na japësh apo disa ide që bën ose disa aktivitete që ju jepni çifteve që ju përzgjedhin apo ju kërkojnë ndihmë në një farë mënyrë të përgatiten për këtë moment shumë të rëndësishëm të fillimit të jetës së tyre në çift. Mendoj që një gjë shumë e rëndësishme është komunikimi, edhe të zhvillojmë aftësinë e komunikimit. Komunikimi mirë të shpëton nga shumë probleme, se mosmarrveshjet shpeshherë kanë të bëjnë me keq komunikimi. Mënyra e komunikimit ose komunikimi dobët ose hamendësimet, kështu ne shpeshherë flasim që nëse do të kesh një marrëdhënie të fortë, një martesë të fortë, puno me komunikimin. Kjo kërkon kohë dhe ne nuk është që duhet të bësh një kurs, një master në komunikim që të komunikosh mirë në martesë, por
thjesht në radhë të parë të bësh si prioritet, ne kemi nevojë të komunikojmë me njëri tjetrin për gjëra praktike, por edhe për marrëdhënien tonë. Si do të bëjmë këtë gjë? Duhet të gjejmë kohë. Edhe nuk është thjesht një ndërmarrje, martesa, një punë, është një marrëdhënie. Kështu pse të mos ta bëjmë kohën e këndshme, të pim kafe, të kemi si kryojmë traditat që mund të komunikojmë, mund të ndërtojmë martesën tonë me një kafe, për shembull, kemi kafe ditë për ditë ose kemi kafe në javës, më të gjatë, që nuk flasim për këto gjëra, flasim për njëri tjetrin, flasim për ëndrat tona, për jetën tonë, për sfidat tona gjithashtu. Për një komunikim zemër me zemër, se ka komunikime në nivele të ndryshme, apo jo, ka thjesht përshëndetje, mirëmëngjesi, mund të jetojmë në një shtëpi, por të jemi të huaj për njëri tjetrin, mirëmëngjesi, mirupafshim, mund të ketë edhe informacione, unë do vi në orën 5, janë të rëndësishme, të respektojmë njëri tjetrin, të informojmë njëri tjetrin, por ka edhe opinione. Mua më pëlqen këtë, nuk më pëlqen atë, unë mendoj që kjo është më mirë. Kjo kërkon edhe pak më shumë thellësi në komunikim. Ka edhe komunikim, komunikojmë ëndrat tona, edhe dëshirat, edhe nevojat tona. Kjo është një të hapësh zemrën, nuk e komunikojmë me çdo njeri këto gjëra, sepse nuk kam besim, por në martesë duhet të zhvillojmë ato komunikimet më të thella ose më të larta e bëra kështu por ta. Kjo është një inkurajim gjithmonë, çdo vit mendoj se flasim shpesh për komunikimin, edhe por janë vendime të vogla shpeshherë të caktojmë një kohë, edhe të jemi besnik në këtë gjë, edhe të kryojmë traditat pozitive ku mund të ndërtojmë lidhjen me njëri tjetrin. Te komunikimi hapim dhe një digresion ose një shtek tjetër ku ti bashkë me shumë kolegë të tu, miq të tu, jepni një ndihmë të veçantë edhe për të rinjtë shqiptare që duan të komunikojnë në anglisht dhe unë kam qenë një përfitues i këtij trajnimi, ta quajmë apo kësaj vërbimtaria, dhe mendoj që këto momente që ju keni krijuar me grupin tuaj janë shumë të vlefshme, sepse krijojnë njohje, krijojnë një rrjet njerëzish, krijojnë një qasje tjetër, dhe shpesh herë siç kemi mbetur ne të dy bashkë miq pas atij momenti, mendoj që kjo mund të ketë vlerë edhe për të tjerë, por ndihma që kanë apo nevoja që kanë shumë të rinj shqiptarë që të marrin apo të komunikojnë dhe në anglisht, ju ka vlerë atyre për të hapur edhe dritare të tjera, edhe për të shkolluar më mirë apo për të mësuar gjëra më mirë, informacione të reja. Edhe mua ka vlerë sepse unë kam njoftur shumë miqë, shumë njerëz atje dhe i kam forcuar marrëdhënien edhe më pas, kjo varet nga natyra e njeriut, por dua që ti të flasësh pak për këto punët e tjera që bën gjatë kohës tënde gjithë këto vite. Po atë punë me anglishtën, me që jam pjesë e një kishe që quhet ICF, International Christian Fellowship, për shumë vite kanë ofruar ato kurse, kanë ardhur grupe nga jashtë, ti mbajnë shumë mirë, rinë një javë, bëjnë një kurs intensiv. Personat jashtëzakonshëm që unë kam takuar në ato takime, kanë qenë njerëz vërtet, njerëz me shumë vlera, njerëz shumë human, shumë të dashur dhe komunikues të mirë. Ishin komunikues të mirë dhe duke që kishin përveç se aftësisë, kishin edhe një pasion në ato që bënin. E vërtet. Edhe puna ime ose kontributi im ka qenë pas largimit të tyre, kemi ofruar një kurs në vazhdim. Është një kurs jo formale, është më shumë komunikim gojor, për temat të ndryshme që lidhen me jetën e përditshme dhe temat që kërkojnë edhe nxënësit vet. Por unë kam qenë si vullnetar, si pjesë e kishës, por duhet të theksuar kjo që pjesa më madhe janë vullnetarë, pothuajse të gjithë janë vullnetarë dhe bëjnë
Edhe kurset janë ofruar falas. Por kjo ka një arsye patjetër është që e bëjnë siç the punën seriozisht. Qëllimi është që lavdrimi të mësoj më mirë anglisht, të komunikoj më lirshëm edhe më rrjedhshëm. Nuk është një trik, nuk është një që të vi lavdrimi por kemi një agent tjetër. Ishte anglisht fix edhe kjo kur kemi vazhduar anglisht, por në ambientin e kishës edhe me idenë që marrëdhëniet janë edhe të rëndësishme, edhe komunitet, të lidhesh me një komunitet pozitiv, edhe të flasim për gjërat të jetës, gjërat të zemrës gjithashtu, kur njohim njëri tjetrin kështu. Edhe flasim për Zotin, edhe për ëndrat, edhe për fikrat të jetës. Por kjo ka qenë një aktivitet që kam bërë her pas her, jo gjithmonë, por lidhur me kishën. Çfarë tjetër bëjmë shumë gjëra në lidhje me organizatën time, që siç thash kemi aktivitete të ndryshme, jam pjesë e leadership e drejtimit kombëtar, edhe në rrjetet në Evropë, marr pjesë. Javën tjetër kemi një konferencë në Golem me atë njerëzit që punojnë me familjen në gjithë Evropën, do vinë në Shqipëri. Unë jam host këtë herë. Që pas ka goxha punë me organizimin, përgatitjen e seancave. Çdo gjë nga transporti, nga aeroporti për në Golem. Tashmë ke marrë dorën se ke 30 vite që merresh me këtë vëmendje. Por është edhe stres, është. Gjëra të tilla, çfarë tjetër unë vrapoj, më thënë nuk flas vetëm, jeta nuk është vetëm punë. Ti ecë me biçikletë në Tiranë. Në biçikletë dhe unë bëj vrap në mëngjes, thjesht për shëndetin emocional, fizike, shpirtëror. Por shumë të përfshirë në kish jemi akoma. Unë predikoj në kish her pas here, jap mësim. Kemi një grup me çifte, patjetër takohemi 2 herë në muaj. Shpesh lexojmë libra bashk. Edhe diskutojmë librin për martesën, patjetër për dashurinë, për martesën. Çdo gjë që mund të bëjmë të forcojmë martesat në gjithë Shqipërinë dhe me shqiptarët kudo. Edhe ne shpresojmë të fillojmë një podcast që po marr frymëzim nga ti. Faleminderit Ned. Doja një pyetje të fundit të flisim pak për planet e tua përveç se podcastit, sepse tashmë në fëmijët janë rritur, kanë filluar dhe ata të zhvillojnë planet e tyre, punët e tyre, edhe ti je si thash në Tiranë, një pjesë të madhe të jetës po e kalon me ne, bashkë me ne në këtë qytet, dhe dohet të flisim pak për se ku po shkojnë shqiptarët në shumë aspekte, dhe ndoshta kjo është ajo që ne dua ta mbyllim dhe këtë bisedë bashkë në këtë momente. Për planet që kemi, ne planifikojmë të vazhdojmë në Shqipëri, por e vërteta është që fëmijët janë në Amerikë, edhe prindit e mi janë akoma gjallë dhe janë atje, që edhe një pjesë e zemrës gjithmonë drejtohet atje, çfarë po ndodh atje, si janë ata, marrim ata në telefon. Sot ishim duke folur me vajzën, kështu është pjesë e planit që më shpesh të shkojmë në Amerikë, se më përpara ishte një herë në 2 vjet. Tani shkojmë më shpesh për arsye të ndryshme, por në lidhje me punën me familjet do vazhdojmë, do zhvillojmë këtë punë. Shpresoj, ndoshta ne jemi pak të vjetër me teknologjinë e fundit për gjëra si podcast. Njerëzit janë duke na inkurajuar bëni podcast që të arrish njerëzit edhe të çoni këtë mesazh njerëzve. Kështu kjo është një nga qëllimet, edhe një website që jemi duke ndërtuar tani, martesa.al. Shpresoj të jetë vendi që njerëzit mund të shkojnë për çdo gjë lidhur me martesën, për këshillat, për inkurajimet, për artikuj, për lidhje me qendrat këshillimit ose seminar ku mund të gjesh
seminar, për podcastin atje, çdo gjë, edhe çdo grup ose organizat ose institucion që punon me martesën edhe me familjen mund të ketë edhe prezencën atje që tjetë si vendi ku njerëzit shkojnë të gjejnë informacion. Prap kjo është diçka jashtë ose unë nuk kam shumë kompetencë për këto gjëra, si të ndërtosh website-in edhe si duhet të funksionojë, por përpiqemi të bëjmë gjëra të reja, të mësojmë gjëra të reja që të përcjellim këtë mesazh edhe këtë inkurajim të sa më shumë njerëz. Faleminderit për këtë bisedë. Faleminderit shumë. Faleminderit që më ftove, ishte kënaqësi. Faleminderit. Mirë.